Mendon nga protestat me fol për Big Brother, po kështu e ka jeta. Mirë se erdhët. Jo në fakt, nështë ma mirë shko më smarë, me dalë protest. Unë e visa erdha për protesta, apo as po shiesh që ke qenë dhe i shfarë zoni mushtjarë. Edhe motorat e këshin pas një rrugës dhe që të edhe në Po, ata motorat e kesit. Po gjatë kesit. sëtimet forta, për ndryshë që kjo maja këtyne take po m'la për shtypje. Se po të po për shtypje maja. Qure, ajde një regjia. A e kina shkru për gjësë 18 atë. Kujdes, ojë mos bëgjeste, sot që nga disponim. Shumë jo e disponim. Më nështë edhe më ngrit pak pavë nëse dënë me... Se na s'kem qa me kalëzuil. Mirë se erdhet, sepse bashkë me ju do t'jetë edhe Redioni. Nuk e di Redioni po më dëgjona, po se kemi. E kemi. Redion, përshëndetje. Ju përshëndes, kënaqësi me të do jemi një... Një zori këtheve. Se ka disa japë që s'ke qenë. Redion, do të nisim në studio, kemi shumë për të folur, edhe për Big Brother natyrisht, por do të flasim pak edhe për disa projekte të veçanta dhe interesante muzikore që kanë marrë vëmendje, siç është ai i muzik, por kur jemi tek Big Brother, apo ju duket pak se shumë shpesh kemi qenë bashkë në studio, keni edhe po merrni pjesë në debate tjera, sikur pak ka fillu vetëm të përsëriten situatat, dhe është bëri përsërit shumë Big Brother, nuk ka diçka të re. Soja fjalla për ju. Falderit. Është edhe mirë në debat. Pero no puedo hablar en albaneso, quiero hablar español, porque yo arrivé from Catalonia. Pas ke vendosët me mu Si, como no, më falë, sa roa që zdinë espanjolesht. Jo, unë e jo Cila ke pyetja edhe njëherë më falë, se vi spanjolesht po menoj. Po pse kutole në spanjol? No, me gusta hablar en español. Apo përsëritin, a është bëri përsërit shumë Big Brother, nuk ka ma ngjarje të reja, nuk ka zhvillime të reja mes personazheve. Jo, se kur ta këshysh për një me, çdo ditë janë të dalë situata të reja, s'janë kana befasojnë se janë si të prishme se thuja ti ka herë për na doken ashtu si skenar. A jemi Big Brother të njëjta jo? Po doket si me këshyr të njëjtë, ka herë po dalin aty këto do skena të ndryshme. Alba u rikthyna atë fuqishën e vet, ja nisë me bë pak lam shtëpinë, po kryesisht pak situata si të njëjta, atë këshyrin për sot kanë paralajmuar shumë sanet që kanë ndodhur në Big, do sanet, do situata të reja, do shoqëni të reja, s'po di më shumë çka mujnë me bë, po ndoshta i shkon një pak me ndru stilin aty, po ta shohim tash ka ndodhur. Çka kanë me bobia, kanë me bo diçka. Diçka dohet, ama jo bashkë ashtu se krejt një vi janë të shku. Pak me dosh bojnë. Jo, i pajtona mendimit e Zojës, po shumë e vërtet që janë të po situata shumë të ndryshme, do më thonë një gjithmonë të njëjta, gjithashtu Alba, si që tha dhe Zoja, është rikëthy shumë fuqishëm, edhe nejse s'kanë që ka me bo tjetër, veç me sa e pash disa portalet që kishin postu, do më thonë që sonte është një rrëfimi dytë, i e lijonë gjatë që me faktorizu dhe herë ma shumë publik, kështu që normalisht që ajo është favorizumja jo e publikut, po një pjesë publikut, gjithashtu ma shumë e produksionit. Pa, dhe publiku. Nëse shtash me këshyrë publiku ja ka njësë me pasë dhe asi, jo komente negative, po ka njësë paka shumë me kuptu lojën e saj, dhe nuk është që po janë edhe krejt me ta, se për një me u ba e tepër, ta bete nësa ajo ka me të regu historin, okej, në shtatë në ato pjesë e historisë saj këna të regu, po zbesaj që është arsyshme një person me dalë dy herë, kur ka persona me që s'ka të regu historin. Ka të reguar historin me saj mbajme për shkak të situatës që ka ndodhur dhe sulmi që ka pas. Ska lidhje që se u dashtë me i përmdjelë sanet, me kry me qatë fillim. Na nuk kemi problem me ty, po na nuk kemi problem me ty, ajo është shumë e qartë. I dashtë me qatë rast me i përmdjelë se po të njëjtat sane ka me i thonë, ka me shtu në është të najsan pak për jetës saj, po s'ko ngutna, po është e tepër dy herë me kalzu njëre historin, kur ka njerëz mrena që s'kan kalzu hala histori. Redion, ta dëgjojmë edhe Redionin pak, të shojmë nëse përshtatet me ju, apo në kreti të në mendim. Po tani, nëse do t'a bëjmë Big Brother vetëm me një lloj viktimizimi dhe me një lloj mëshire në sytë e publikut, unë e dashuroj një personazh, një banor që jep të gjitha ngjyrat, që bën një lojë, që edhe veten e ndryshon në ato format, jo vetëm të ri i fokusuar në xhaketën e një vajze apo djalë të mirë. Sigurisht që loja në Big Brother është përsërit se nuk ka zhvillime të reja, e kam thënë që një zhvillim i mirë do t'ishte nëse ky treshi për sheshi do të shkojë në një televotim, sa aty pasaj do të shikojmë se kush është mik i vërtet me kë, se kush do të luftoj për të nxjerrë tjetrin, apo kush do të luftoj për të çuar veten në finale, do të prishen pastaj raportet e Klodit me Elionën, Klodi me Benitën, lëndrimi me Elionën, lëndrimi me Klodin. Kjo është loja dhe kjo gjë duhet ta bëjë vllai i madh se boll në gjumë i ka vënë. Po.
se besoj që e keni mësuar, që kur të fol tjetri nuk vën me fol, se po dëgjoni krejt ka po fol në derisa. Jo, nguci pak. Mos bëni biseda, se dëgjoni. Sot e kemi Amirin edhe mësues ose teacher në me gjitha funksionet. moderator të emisionit. Hajde me mësuesin, çka kemi thënë? Do shta më thonë për pjesën e Klodit Lëndrimit edhe Elionës, mendoj që këtë javë i kanë qit pak më shumë me u favorizu dhe i kanë qit me bos skena më shumë, për më ra është të nësy dhe me tërhek pak pjesën e banorëve, si të pjesa që i bënën minës dëpore për shkak të dënimit të mikrofonov, ku krejt banorë në shpe nuk kanë përdor mikrofonov në shumicën e rasteve. A është dashur të shkoj treshja në përballje nominim? Është me shku në nominim dhe besoj që i shbo pak ma e fort pjesa e nominimit që vishta kry, mos të ndërprej. Mos të për ne dash me gishta. Ishdo është, unë menoj që treshja ishdo është me shku automatikisht. Nëse i shku treshja automatikisht në votim, menoj që i shbo një loj pak ma e zjartë edhe ju kishi tensioni aty mrena edhe i kishim posit cili për i treshës është ma e fort. Edhe besoj që e kish bo një fort dinamika aty mrena në shpe, se sa me kanë vish nominimi që është aktualisht. Po, e qartë. Ylle që më liot, okej. Kisha dashur me thonë tek pjesa e treshit për sheshit që shpequjnë ata vetën, do më thonë aty unë e shoh që kish dashur me u fut edhe Aurora, gjatë që ka sjell informacion nga jashtit. Edhe dyshoj që ka sjell Aurora. Aurora e ka sjell. Dyshoj. Po, jo, është dalë video kështu riktik që Po, ama ajo e ka bo mas rastit që Eliona ke smut, ke kuke, nuk e di, që e ka përdor, do më thonë atë gjatë që më u përdor jashtë që kishte e ka bojë Eliona. Po, veçama kur e llogarit nuk ka sens mu të shu Aurora dhe me ka alzu më thonë janë rej finemi me butrintin. Është një informacion këtë që nuk jo vinë mërëna në shpet. Absolutisht. Ka pas shumë informacione tjera, për shembull që për rrym, për kek që u shtrejtu, ishtë dosh me ka alzu. Do më thonë nuk është na i sen që na i for informacioni ku me ditë shka, për që janë rej ato adë. Na alo se di ma janë rej as janë rej, po është informacioni kodë që s'ka pas sens, do më thonë o arë si një info, këtë që aty vëq me bani muhabet me të rrjek pak prej Elionës, menaj. Që se tha dhe Elioni, nëse se ga bëj amrin, do më thonë e tha shumë qartë dhe shumë mirë, nuk mendoj që është shambull i mirë prapë së prapë në par aspekt e Eliona, sepse shambull jemi gjithë se cili aty, pavarësisht me ngjyra apo pa ngjyra tona, më varë se qysh na vendosim me e përfaqësu vetën tonë. Do më thonë, kështu që Eliona gjatë gjithë kohës ka qenë ajo ofendusja, që i ka thonë Benitez gjatë gjithë kohës, po ja hap kom të Klodit, ato këto, pse këto sene nuk i shofim publiku, po i shofim vetëm ato, jo, qëre, po flasë për pakicën. Nëse më faqe për ndërprej, nëse e këshyre Eliona me marrë shambull dhe shambull, se na kam mësu që duhet me ka fshu një mashkull, edhe që duhet mi shku mas, edhe nëse e ka një femën. Fiks, po një farmase, një vajzë mirë, ambicioze, gjo që e ka kalu jetën me familjen e vetë, e ka vdik nana motra, gjo që e ka kalzu atë vajzën që duhet me mbjetu prapë se prapë. Po tashti, nuk është të thonë me që ti kini historie dhe duhet me të favorizu publiku dhe se gjithmonë duhesh me shfrydzu këtë situatë. Unë mendoj që kur e shfrydzon këtë situatë, nëse ti e shfrydzon këtë situatë pse se ki nanën nëse motrën, atër i bjen që ti publiku është të ta ofendu inteligencen edhe është të ta ofendu personalitetin tënë. Gjithë se cili kemi historia në për familje tona, qoftë divorce, qoftë nashta se kemi njoftë babën apo nanën, gjotë që nashta ja se ka favorizu vetëm për këtë pjesë. Po njerëzit që janë jashtë ju dhimbset për këtë pjesë. Po është etike, nuk është etike asfalt. Po që dhe une pajtona në këtë rast me yllin se Eliona nuk është me i thonë dikush je për gjuna, se nuk është absolut, inteligencën e ka, po inteligencën e ka, bukurin e ka, tëna ati ka që ja ka folë zote. Okej, na kuptojnë atë pjesa e tragedisë familjare që ka ndodhë, une kom thonë që në atë pjesë, veç nëse njerë nuk është njerëzor, nuk e bashkë ndjen dhimbjen me ta. Po ato duhet me lanë anër, se është një histori, duhet me lanë të mbrojtur edhe mos me shfrytzu në situata ose me mja përdor. Që do me thonë publiku nuk ka nevoj me marrë Elionën për gjuna, sa është himeve të plot mrena në beg, e ka ditë shka e pret. Se ka dhe shumë histori jashtë abigos që janë edhe hala ma të mërshme, që ndodhen edhe nuk është mi thonë diku je për gjuna. Redion, se nuk të më pyet më herë në fakt, kur kemi folë për big, kush janë personazhet në bigun e Kosovës që pëlqehen andej në Shqipëri? Kush janë më pikantë, le ta themi? Po tani ata që bëjnë më shumë loj, lëndrimi për ato energjinë, është bërë viral kudo, për ato djalin që ka një vibe, që është kthyer në një meme që nuk ofendon, që nuk përzihet në këto lojrat e pista dhe pse ka një lloj strategjie lineare që nga fillimi, pra që është energjik në mëngjes, që është energjik në drek, energjik në darkë, kurse për Albën është edhe ajo që komentohet më së shumti, qoftë edhe për keq edhe për mirë, se duhet të bjem dakord që është e vetmja që bën lojën atë shtëpi që lëviz ujrat dhe që e ka mendjen për të krijuar situata si të tjerët pak a shumë e kanë sikur po e jetojnë këtë lojë të Big Brother, këtë jetesë aty dhe harrojnë që duhet të krijojnë situata
si dinamika se nëse do të flejnë gjithë në gjumë, i bie që dhe publiku do të flejnë gjumë bashkë me ata. Po. Dhe duke që Alba tashmë e ka kapur me Labin edhe me Ludon. I ka si pikë synim. Me Labin po se ka pas për fillimit të deri me tani, sepse me shku një mashkull, një femnë nëse mbrapa me ndëgju në tualet, me konsigurimi e saj, për ndjekje e saj, që atë gjithë kohës nuk besoj që është etike për një burr dikuj dhe babë dikuj me i bo ato gjana, kurse me Ludon është të bu një gabim shumë të madh, se unë kisha pas qef me pa me Ludon bashkë, aleat apo qoft lidhje, nuk e di se që si e ka gjendje martësore Ludo ose diçka, po kisha dashur pa aleat shumë të fortë në lojë, shkaku që më kon shtëpia kundrejt tyne. Po, vetëm pse shembull këta dy personazhe që po i përmendim, Ludo dhe Labi, pse nuk ishin kaq të ashpër dhe agresiv ndaj Albës kur brenda ishte Limi? Po ndëgjom vetëm pak. Qyre, tash Limi nashta një është sikur ai mashkull, domethënë dragu ose diçka, po prapë se ai nifet ashtu, po nuk domethënë që tjerë do të më respektu pra gjë. Prapë se Ludo ju ka kundërvyer Zisa. Po jo, po nëse ata e kishin respektu. Mendoj që ju ka kundërvyer mjaftueshëm. Nëse ata e kishin respektu Limin, ata nuk e kishin ofenduar, se nuk ja kishin bërë të njëjtat sene edhe nëse u do Limi, se nëse ju kanë tut po thojnë Alimit për qatë kohës sa u kanë mrena, besoj që të njëjtin duhet me vepru dhe nëse ai nuk është prezant, se ata pedin. Veç për Limin gjatë gjithë kohës për i kapet Albës, gjotë që, qëra, a është shembull i mirë Alba në një farë aspekti, tash unë jam transparent edhe tham ato, deri në një pikë. Po, se kemi diskutuar shumë. Nuk është ku me ditë sa shembull për publikun, prapë se prapë, po është edhe shembull. Pse është shembull? Sepse ka të regu gjithë jetën edhe gjithë ecurin që ka ndodhë jashtë bigut, gjithë ditë, që femnat rrafën, femnat bojnë mas një mashkull, që nështë taj mashkull as pak si jep dashni. Do më thonë ka të regu gjitha gjanat quk me vlera apo pa vlera që ndodhen krejt jashtë. Ata pysim Zoja me që kemi këtu do të vetëmën femër grua, se kështu do t'i drejtojme. Zoj, pse një vajzë është e prirur të ecë pas një djali, ta doj, ta pëlqej, të insistojnë base edhe si Alba, edhe në momenti kur ajo nuk respektohet nga ai person. Pse është kjo prirje? Na nuk mujna me ditë asë njëherë qysh fillon ecuria e një lidhje. Për shkak që ka shumë meshkuj që janë shumë manipulus edhe e bojnë femrën, ajo me kriju një mendim edhe në menën e saj me kriju një iluzion edhe nësa ajo është ma i keq i botës, për atë femrën ajo mundet më ka ma i mirë i botës. Edhe ajo mënyrë e manipulimit që në shumicën e rastë meshkujt e praktikojnë të femrën, i bojnë femrën me pas atë iluzion edhe qysh e ceka që ato më menu që ajo është ma i mirë. E që në pikën e fundit mas nej ato dëshprojnë edhe vinë me një pikë që trajtojnë për shembull sikur Alba që është trajtu prej Limit. Kjo është një sen shumë i keq dhe kom cek se kjo është një shembull për qikat të cilat e vujnë jashtë, me marrë një shembull dhe mos me përsërit. Kushtimisht, nëse ti do të kishe në jetë një lëm, do të bëje ashtu sikur se Alba? Jo, valla. Edhe nëse do ta doje ashtu. Sinqerisht jo, se dashnia është shumë e mirë deri me një pikë që ti duhesh me pas dashni ma shumë për veten. Në momentin që ti ki dashni për vete dhe respekton veten, në momentin që ti është një mashkull që nuk e ka një sjellje të mirë me ty edhe nuk po sjellet që ti dënë edhe ti e meriton, unë e mendoj që është ma mira punës me ndërprej se vetja është ma rëndësishme. Me dashur veten është ma rëndësishme. Redion, kush del sonte, edhe pse kam parë një lloj fushate le ta thënë për rrjetet sociale mbështese shumë për kushtrimin, që të votohet që ti mbijetoj edhe këtij nominimi. Kush del sipas teje? Sigurisht që në tension këto vite kemi parë Labin edhe mbrëm në darkën e të nominuarve, ai kishte një lloj tensioni dhe këto provokime që po bën me Albën pra që të krijojë një situatë që të jetë aktiv në lojë, e ka frikën. Unë kam parë diçka, në çdo darkë të nominimeve, ai që ka qenë moderator nuk ka dalë të premte në prime. Mbrëm ishte moderator ushtrimi, edhe kjo do të thotë që nuk do dalë. Më e rrezikuar mund të jetë Labi ka një bilet fati, nëse i qëllon, kuse Ludo nuk e ka. Nëse do të marrë për aspekt loje, Labi ka luajtur më shumë, për ka bërë më shumë gabime. Nëse do të marrë për aspekt në atë që publiku pëlqen jashtë në atë ombrellën, ushtrimi është e ideali mirë që ka qenë sujt, po që nuk ka bërë lojra dhe nuk e ka shfaqur veten në shumë gjyra dhe në shumë realitet aty brenda shtëpisë, por që kam parë që ka shpëtuar në çdo nominim. Ky është një nominim i fortë, pra do duan të shpëtojnë një njerëz që ka qenë më shumë bazik në atë lojë, apo një njerëz që ka dhënë shpirtin, por që ka bërë edhe gabime si është Labi. Besoj që më i rrezikuar në këtë lloj analize mund të jetë edhe Labi. A mund dal Labi sonte këtu? Jo, s'ka shansa që mundet me dal Labi, nashta po e thoni konkluzion tillë, gjë që nashta sonte mundet me dal tani dal në kundërshtim me veten time, po unë që shë di, janë ka gjatë do farë bizneseve, ka gjatë do të mëdhaja që
Shëndet. E kanë ata. Shëndet ku I thatë robotit, a? Se na që robota kemi këtu. Jo, s'kemi arë halati, kemi konektor. Vjetë s'kemi halon punë. Jo, po më kujtot aja kua kur isha në them, gjo që kishin kamermanat mbrapa, edhe tash kur vishim aty, I përshëndetshim, thëshim mos I thuni më robotave përshëndetje. Po dalim në temë. Do më thonë, nuk mendoj që del, sepse disa gjana dhe disa përime të sigurta thonë që janë këgje të farbizneseve super të mëdhaja që e kanë barë mbi supet veta fitoren ose finalen e labit, gjo që nëse shkon kjo përmes votave dhe përmes pagesës se këto gjana që shkojnë së përmëj, plasë po gjithmonë janë teoritë konspirative, kush po ja pare, jo e fitojnë me pare, jo nuk e mendoj që sonë të zdel as pak, kush e meriton medal, e meriton medal kushtrimin. Tash të qërë, unë jam të kata persona që të regojnë vlera, të regojnë morale dhe karakter, s'kisha dasht me dalë kushtrimi, sepse ka të regu atë djalin, atë zonin e mirë, që ka këndu me jazz në drejk në dark, po ka pas vlerë, moral, karakter. Pak nuk kërëkan koha e nominimeve. Së në menaj, mu më pengoj një djetë që e posh I niva të diskutu me lëndrimin edhe, me lëndrimin mos gabofsha, të ke pëse mu së më ka nominu korë, së të ka nominu së s'kan po mrena në shpet, kanë harru se je. Ja, edhe Lione nuk e ka nominu asë herë. Jo, nga, aj mundet më kanë shumë djali mirë, mundet me japë shambull, se nuk kom pa në ajsan që zhut me po të kushtrimi, për një me u kanë shumë djalash. Dolqa, ka që ndonjë janë nominim? Jo, sa I përket... As Dolce, as Eliona. Apo vleni me folë. As Klodi. Sa I përket kuштrimit. Sa I përket kuштrimit tash ka mujtë mi tregu ato vlerat. Ka mujtë mi tregu ato vlerat e një djali shumë të mirë të dukun, po që faktikisht në lojo kanë tepër I zëmt edhe nuk është vrejt. Edhe sa ardhur koha nominimit ja kanë shuni kitare dhe u munu me udok edhe me pa njerëzit, e ka një super zarë, super djallë, po sa I përket lojës nuk është aty mrena, se na kena pa dhe me sasën kërë kanë. Tash Alba s'pollun. Po që kjo dashta mi thonë dhe problemi, Alba pollun kesh në fakt. Nëse, qëre, një strategji të cilën, jo, një strategji... Problemi që publiku nuk din se ku është, jo, atë se në një loj, apo strategji të të në cilët nuk e përdoren, është që të nëse jetu I pa 2 veta ose 3 veta që për faktorizohen mrena në beg, shka kitë ma pak, për shka I hinë që aty në beg, nuk e hi me nej, nuk e hi me hangër makarona. Dua t'ja bëj vetëm edhe një pyetje Redionit se dua ta ndërprej se më pas prit. Se kemi një lidhje tjetër të drejtë për drejtë për një temë krejt tjetër. Redion, meq e thatë në fillim, mes Treshës nëse do të ishin nominim, Treshi për Sheshi, kush do dilte sipas teje? Po pa diskutim, Klodin e shqipër më të rizikuar nëse edhe publiku nuk do të simpatizoj Eliona thjesht për vajzën e mirë, lëndrimi është I shpëtuar 100%. Klodi ndoshta duhet me qëndru mor atë? Unë mendoj që Klodi duhet me qëndru, lëndrimi duhet me dalë, dhe pse se meriton me dalë lëndrimi, po ndëgjam tash veç pak, mos ma bëj kryt. Hajde me këtë teorinë tonë. Do thonë I bjen që lëndrimi ka tregu në farë aspekti edhe vlera, edhe ku na I fani që e ka majt gjithë bigun. Ka tregu Klodi? Pse ma pasiv Klodi? Po dëgjëm vetëm pak publiku, dën çifte, e ka kupton, nuk dën vlerë, nuk çifti dën nuk lojë. është lëndrimi edhe Eliona, çfarë çifti ata dy? Lëndrimi ka thënë kom motor. Po lëndrimi do të më dalë për shkak nëse e shohim. Po nëse e shohim tash çift. Kur asnjëri s'ka treguar kur gjë, vetëm kon ma fani lëndrimi e ka marrë bikun, ka ditë me marrë atë shoqnin, po Klodi u tregu strateg nëse e këshyr. Po populli e qesin lëndrimin. Ka vrimë të rrek vëmendjen prej lëndrim dhe ka kalu në Klodi, Benita dhe Eliona. Redion, e ndezë debatin, po jemi drejt fundit. Falenderoj shumë që u lidhe sot, Redion. Se do të kemi një lidhje tjetër për një temë krejt tjetër në fund, falenderoj shumë. Fakti I pare që tu në këtë fazë që do duhet dilte lëndrimi. No, vetëm pak. Unë jam ka thëmë jo që duhet me dalë lëndrimi, po publiku e kishin nxjerrë lëndrimi se ata janë matë të prirur me pa një lidhje. Po nështë Eliona lidhet edhe me lëndrimin. Jo, nuk e besoj që kish bë kjo se njerëzit janë të e pa sa dhëtë që publiku është mundu me I bët qeft ata dë. Ajo është e kodë se Klodi prej aeroplanit vrej që s'ka ndjenja, e ma shumë e provokan. Ajo që shkon mas ti është Eliona, do më thonë, këto janë veç komente të publikut që dojmë I po këta dy bashkë. Po jo që I këshin zjerë lëndrimi Mi po këta dy bashkë. Qëra është edhe ajo tjetra që për shembull Eliona është hinë mesin e këtëne dëve shkaku që mos me pas aludimet e tilla që janë aludu jashtë, ishin të biseduar dhe me Zojen këtë gjë. Kështu që unë mendoj që është fut mesin si hyri, do më thonë se kush ishte iniciatori mendon. Si GPS. Nëse kush është atë, është fut mesin e lëndrimit dhe Klodit gjatë që për mos me vazhdu aludimi I gjanave të tërë personale, që s'po më me thonë që nuk jem person kompetent me diskutu këtë pjesë, tyre edhe gjatë që për asaj dite, asë njerë nuk është diskutu pjesa intimet e Jo, nësë menoj që ajo hi për atë shëllem, mes tëne, po Eliona prej fillimi nuk ka pos ku mu kap tjetër dhe s'ka pos hapsir të cili banor tjetër me u kap edhe e ka gjithë të lëndrimi. Po shumë sane nuk janë diskutu ka I herë, po në nuk e shatë që u hi veç me nëllë
aludimet për Klodin edhe Jo, lëndrimin, unë por mendoj thjesht që nisës edhe me ka qatë pas ku ka strategji, tjetër jo. edhe opcioni vetëm është ka në lëndrimi, s'u ka ma fan, ma Unë qellë mendoj ka që është me pranu. qatë strategji, po është dhe me strategjin tjetër që me najtë në loj me Klodin. Tash vonë. Po. Tash vonë, se nuk është që ka Tregoni lënë kështu, tjetër. sepse po, jemi drejt fundit dhe kemi një çështje tjetër që do ta diskutojmë. Muzikë është kryefjalë, ta themi, pas publikimit të projektit dhe disit për vete. Besoj e keni dëgjuar. Unë Si dëgjova do? vetëm taksi, kështu që nuk është që më ka ra me po, e dëgjova një farë disi për Loredanën edhe nuk më do ka spak në rregull, sepse ajo është nona e fëmijës vet, edhe kështu që pavarësisht nona e fëmijës vet. Faktikisht e më shumë për vete, a? Kështu Ska një ide që më po flas për këtë pjesën e nonës e fëmijës vet, qoftë nona vet me qenë nona e fëmijës me qenë kusia më e zezë në botë, që thonë fjala katunarski, ti nuk e ki drejtën e botës as pak me kënë bën ajo me kënë tek bën, po kjo është për me nejtë halan skin, gjo që s'më intereson mu pse e ka bo atë gjo, e ka bo këtë samë veç me nejtë halan skin, është këngëtar i mirë, reper realisht apo... Pra, mënyrën se si është përmendur aty Loredana të eshe denigruse. Jo, është ekstrem denigruse, ka pasë të këngëtar tjerë që kanë përdorur dhe plot termet ndryshme, po nonën e fëmijës tonë me përdor të një klip gjo që ke ndalu diçka me të që ke pas, edhe me qitë aq poshtë, qoftë zëzak, është qoftë njëri maj poshtë në botë që ekziston partneri i saj, ti dush me respektuat çështje. Faktikisht kur e Ata ti vendos për vajzën tënde falem Po, zoj. hajnë falë. Se s'ka që përëndu. Faktikisht çika jote, edhe nëse ka më shku të zëzaku, ka më shku atje, ka më shku, prap është gjaku jat. Ti s'mundesh Vetëm po. me i fola. Kemi Jo, S'kisha thonë Kujdes me të, referu po. ashtu, po. Prandaj. Jo, mendova që çika jote, ndoshta e thash ose e thash ndryshe, çika vet, me shku me nejtë nona vet, me nejtë me partnerin e nonës vet, nuk është as pak absurde. Prapse prap ajo çik është e muzikut. Po, veç në normal që disi i muzikut ke kundrejt vetës, edhe menoj që o konkreta i mlefit të cilin e ka përjetu gjatë gjithë kohës prej se u dollë prej on records që u konë, se e kish pas përmen edhe ishme në gjeneve. Do më thonë që shumë që ju ka akumulu mlefi të cilin e ka bojt peshen që e kanë ofendu për Loredanën, e kanë ofendu për vetën e vetë, për familjen e vetë, që do më thonë këti ju ka bëjt tepër të dhe u dollë të i bot dis vetit, që dhe me kjo nuk keni mu shka më mbadhen, që të sanet që kom kalu si një këngë pusmija. Po a mirë në e kësha pas një pytje se qëfar komenti ka Lutfi Haziri, që e ka përmen Lotinën. O një pytjen dush me ja drejtu zotre Hazirit. Lutfi Haziri, qëfar komenti ki për Me pas Don Rizan. parasysh. Në rregull. Faleminderit që ishit, edhe për atmosferën që e krijuat edhe sot. Faleminderit ty mësues Jamer. Faleminderit. Edhe e mirë kjo mësues. A ka mungu kur sot? Jo. Jo, s'ka më mungur kur. Beni shëmzimit zoja me pëshimin e herë. Opi, me... Jo, veç pak. Për Unë me ta- shumë veta beni në shumëzimit që farë dush ta mojtë që telefon Për me së ta- pëndrimin ata mërën që s'kam pas E kalkulator. vërtet, patem, po realisht është fakt që në çdo Big Brother banorët në këto pyetjet Qëre, Ja huqen, me më të fol madhe. realitetin, nuk është që edhe na pjesa këne jena matë mirë sa Jo, ata, as pak, se as edhe na pak. ngecim matematikë, po. edhe na ngecim nuk e njohëm na i kanë, edhe nuk është shihet ne që marë për e të ka një lloj madhe. presioni kur vjen kjo pjesa, Dëgjoj më se sarro, e ka parasysh janë do jashtë. Po gjatë që se njofti Ibrahim Rugove më pengoj pak që kjo pjesë. Hashim Thoqi, a i thaf do... Po, ndryshe. Po, dëgjoj vetëm pak. E përshëndesim Hashim Thoqin. Pi pjesës Maqedonisë nëse s'gaboj apo Alba nëse s'gaboj. Kështu që përderisa vjen pjesa e pjesës nuk do të thonë që patjetër dush me ditë, se patëm njerëz që nuk e ditën as kush është çekeja, as Lopi ma, lopi ma. Veç pak, ka bëjt që ty. Tuaj e fundit. Do më thonë arbit Stapaj që nuk e diti tabelën shumëzimit, next. Maestro. Nuk e diti Edhe himnin e himnin e, Shqipërisë nëse po. s'gaboj, gjo që është kompozitor. Mirë, që nëse një aeroplan. Zoj, vetëm pak. Ngëm veç shpejt 5 pyetje. minutë për sot. Ne do të kalojmë, ju vazhdoni, do të kalojmë në një temë tjetër dhe do të kalojmë tek një ngjarje, tek një fenomen